një pjesë e mirë Palermos, për shembull Palermo i ka pas 300 xhami. Në kohën kur ishte ka pas 2 universitete në kohën. Universiteti Palermo e Universiteti Kordobës. Këto janë kohën në kompeticion njëna me tjetrën. Që me thonë se Harvardi me Yale-in, për shembull, kjo ideja kur të diplomojnë në fakultet, që dërgojnë atë kapuqen, atë kapelen, ne i thëmë kapuq, kapel është në gjuhën standarde, u zhvillu në universitetet e muslimanëve, sepse ideja ka qenë që tek ajo katrori mu fut një Kur'an, se Kur'ani është mbi çdo dije. Me sekularizimin e dijeve u largu ideja Kur'anit edhe ka met gjërat pa kuptim. Pse për shkak thëshonë ka met vetëm ajo katrorja. Apo për shembull në këto dirigjentin filharmoni për shembull gjatë koncerteve ndryshme ajo e Shkopi, e ka përjanën për Andaluzisë, sepse ishte i zhvilluar me shumë aspekti muzikës në Andaluzi. Kjo është kompozitor të njoftën.